që ta merr fjalën. Shteti i Kosovës nuk mund të kthehet në një vatër të terrorizmit. Kështu është shprehur presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në raportin e saj vjetor të prezantuar në Kuvend. Presidentja theksoi se Kosova është një shtet laik dhe se do të bashkëpunojë me të gjitha komunitetet fetare për të parandaluar kërcënimin nga organizatat ekstremiste. Kosova kur do të bëhet e vatër e ekstremizmit dhe strehet terroristëve. Për t'ju siguruar se i qëndrojmë besnik shtetit laik dhe lirisë fetare si e drejtë fundamentale e njeriut, ne na duhet një bashkëpunim me komunitetet fetare për një rregullim të mirëfillt të veprimtarisë së tyre. Duke folur për krizën 6 mujore, presidentja tha se partitë politike abuzuan me durimin e qytetarëve, duke vënë interesat e tyre mbi ato të shtetit. Pasojat e krizës 6 mujore, të cilat u bën të prekshme për të gjithë, përfshirë këtu edhe paralizën e agjensive të pavarura, duke rrezikuar kështu edhe funksionimin tonë si shtet. Në ndërtimin e institucioneve dhe bllokada politike që e përshkoi procesin e konstituimit të këtij kuvendi dhe të kësaj qeverie, u detyrova shpesh të bëj thirrje për të lanë anash interesat e ngushta individuale dhe partijake. Fjala e presidentes së Kosovës u bojkotuan nga opozita. Grupet parlamentare të subjekteve opozitare e cilësuan Jahjagën si të njëanshme, pasi ajo favorizoi koalicionin PDK-LDK.